Nxënësit e shkollës fillore Afrima Bazi në Feriza i kanë përfituar një donacion të veçantë me vlerë të shumëfisht krejt befasisht. Ata kishin pastruar hapësirën përreth shkollës, pa ditur se dikush po e vëzhgonte punën e tyre të dobishme. Ata kishin prekur pikën e dobët të labit. Këngëtari Ferizajas Labino Tahiri, duke e parë vullnetin e nxënësve për ta mbajtur ambientin e pastër, ka vendosur t'ia blej shkollës nga buxheti i tij 100 pisha si dhuratë. Madje për mbjelljen e tyre u kujdes vetë këngëtari. Por jo vetëm kaq, labi u premtoi nxënësve edhe një koncert. Dje rastësisht kalova prej shtëpisë Këndej Kavarrezat dhe i pash nxënësit të pastru. Thash, kush ju ka thonë? Tho, jo vetë kena dalë, tha. Edhe realisht unë preku shumë, sepse kam inzistu gjithsesi të krijohet vetdia, të pastrohet edhe ndoshta kanë pas si shembull, jo vetëm të unë, po të tjerë që kanë pasru, por nuk duhet vetëm një ditë mu pasru. Se me qenë vetëm një ditë ishmi mbush edhe të pragu i shtëpisë, sun kishmi dalë në sokak. Edhe ju premtova qysh në rrugë, thash, nesër do të sjellin 100 pisha, do t'jam mundsoj këtë te aty ku po luajnë fëmijët, që të këndoj një ditë deri ora 2 zhvillohet mësimi, pas orës 2 prej 3-ve, 1-2 orë program për fëmijët, po jam mundsoj edhe ata mi këndu një pjesë ose me recitu diçka. Thjesht me dhom motivim, edhe me autobusa, këta nuk kanë qenë nivel të po eskursion kretë Kosovën, unë do t'jam mundsoj që këtë Kosovën në shkojnë shëtitje. Për këtë donacion që po u ofron ky bashkëvendas, janë mirënjohës edhe drejtues të shkollës. Drejtori Mustaf Zejna tha se punëtorët e shkollës bashkë me nxënësit do të kujdesen që ambientin përreth ta mbajnë gjithmonë pastër. Na ka bë krenar për këtë punën që e ka bërë sot. Dje ka ndodhur pastrimi i rrugës, sot ka filluar njëherë pillëzimi i oborrit të shkollës. Si kanë pritur këtë nxënësit? Nxënësit janë shumë të kënaqur me punën edhe me veprën që e bëri Labinoti. Mendoj që një punë të mirë që e bën dikush për shkollën tonë, është mëkat nëse na nuk e bëjmë një ujitje apo një punë të veçantë për këto pisha që janë shumë dekoruese. Se kena marrë iniciativë që me mojtë ambientin e pastërt. Dhe më mirë për këtë. Sa orë keni pastru dje? Rreth 2 orë të mësimit ka 45 minuta. Sa nxënës keni qenë? Kena qenë 10 nxënës një më qështu. Këtë ambientin e shkollës, kena kalu Kavarrezat, e kena pastru këtë dhe që me thëmë kaj mjedisi për mas shkollës. Menoj që për ambientin e shkollës tonë pishat janë në gjerblojnë edhe ka ajrë të pastër, në shpërndon ajrë të mirë. Po, normal. Shkolla në lagjën e Sheretëve, cila mban emrin e dëshmorit Ferizajas Afrima Bazi, së shpejti në oborin e saj do ta ketë edhe bustin e këtij dëshmori. Unë e kam bë kërkesën, se është lyp ashtu, e kam bë kërkesën si drejtor, edhe na ka aprovu domon kërkesa. Tash fillojmë për projektin për ndërtimin e lapidarit dëshmorit Afrima Bazi. Besoj që deri në mars edhe ajo do të jetë e përfunduar. Kush do të kontribuojë këtu me mjete financiare? Po, sipas gjitha gjasave, një pjesë të madhe do ta kryejnë kuvendi komunal dhe një pjesë tjetër që ka mbetet, diçka nëse mbetet, do të kontribuojnë domthonë miq dhe familjarët dhe lagja e Sheretëve. Familjarët e dëshmorit Afrima Bazi u shprehen të lumtur që shkolla me emrin e të vllajt të tyre, po është shembull iniciativa të mira për nxënësit dhe rrethinën. Na jemi shumë gëzuar që është marrë një iniciativë për gjelbrimin dhe pastrimin e këtij ambienti shkollor, i cili njëkohësisht e marrë edhe emrin e dëshmorit Afrima Bazi. Njëkohësisht me iniciativën e Kuvendit Komunal, edhe Ministrisë së Arsimit, Kuvendit Komunal në Ferizaj, Drejtorisë Arsimit, Drejtorisë Shkollës këtu, është marrë një iniciativë që të ngritet busti i Afrima Bazit. Mbase, kjo pamje piktoreske është një motiv shtesë që nxënësit e shkollës Afrima Bazi të jenë më fanatik në mirëmbajtjen e ambientit që i rrethon.